duke agravuar situatën, duke vazhduar, duke u tallur me vullnet në njerëzve. Vullneti është i qëndrueshëm i shqiptarëve. Pra, fakti që janë 34 ditë sot do bëhet 35 do bëhet protesta masive me pjesëmarrjen e gjithë diasporës, ndërkohë këta vazhdojnë me metoda e represioni me autokracinë digjitale, sepse duhet ta dimë edhe një herë që kemi studime shumë serioze që flasin për gjendjen ku gjendet demokracia në gjithë rajonin e Ballkanit dhe në Shqipëri sidomos. Pra kemi një autokraci digjitale sot në Shqipëri. Të gjithë sytë çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që këtu qeveriset duke manipuluar të vërtetën, duke ajo që thotë algoritmi jo po na i manipulojnë, jo po na i bëjnë, janë këta të parët që e kanë bërë dhe po e bëjnë, që të jeni të bindur ju, dhe që monitorojnë çdo gjë, ka kamerat aty që fotografojnë çdo fytyrë, por nuk ka më njëri frikë, të duhet ta kenë të qarta. Shqiptarët e shohin të vërtetën dhe realitetin në sy. Këta janë të shkëputur dhe duan ta manipulojnë narrative, duke bërë luftë dhe në rrjetet sociale dhe gjithandej dhe nëpër media për të ndryshuar një realitet që është në sytë e gjithë dhe është e pamundur ta ndryshosh. Thjesht po përpiqen të zgjasin jetën këtij pushteti të mbrapsht, por që numërimi mbrapsht ka filluar. Ka filluar në gjykimin tuaj. Ndërkohë, sytë sot janë nga protesta në pjesëmarrje të lartë është cilësuar dhe përfshirje edhe më të lartë të diasporës. Si shikon angazhimin e diasporës? Lënë çdo gjë për të qenë këtu në një moment kaq të rëndësishëm sa ç'është protesta e 35. Dhe besoj që do ta bëjnë të gjë deri në zbatimin e kërkesave të tyre. Dhe nuk është herë e parë, sepse ishte para 2 javësh një protestë shumë e bukur, masive, me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme, dhe bëjnë sikur nuk e shikojnë. Ndërkohë që kur gjitha njerëz lën punën, lën familjet dhe vinë këtu ose dalin dhe po e ndjekin këmba këmbës këtë kudo ku shkojnë për Europë, në Gjermani dalin shqiptarët atje. Dhe ky bën sikur se shikon. Gjithë mediat ndërkombëtare e pyesin, i kërkojnë llogari dhe ky bën sikur nuk dëgjon, bën sikur nuk shikon. Njerë zihet, njerë bën showmeni, kështu stand-up comedy në për këto takimet që bënte antimitingjet, si ato antimitingjet më kujton ato të viteve 90 kur dilnin këta regjimi po binte dilnin bënin antimitingje në për Shqipëri këta vullnetarët e famshëm të Shokut Enver, ndërkohë që ky tani unë nuk e kuptoj se si vazhdon edhe bën sikur shikon, edhe këta që shkojnë mbrapa, thash, këta individët që shkojnë mbrapa, si mundet, domethënë, gjithë populli atje, gjithë diaspora duke reaguar në mënyrë qytetare, duke kërkuar reflektim dhe tërheqje, dhe zgjidhja është vetëm largimi i këtij, nuk ka zgjidhje tjetër. Lere çfarë thonë me këto, jo duhet parti, jo duhet leadership. Grupin koordinues e ke parë që ka reaguar në këtë moment? Grupin koordinues mund të ketë ulëngritjet e veta dhe unë gjykoj që patjetër ne mund të rim këtu dhe të bëjmë, po doni edhe analiza dhe kritika, por nuk është vend. Jo, s'është momenti as për kritika as për thjesht dua të kuptoj lëvizjen e tyre nga ana juaj si analist, që e studioni në tërësi protestën, ju nuk shkoni thjesht për ta ndjekur dhe për të bërë. Unë gjykoj që duhet kujdes me njerëzit që nxirren aty dhe ata që përçojnë mesazh. Është diskutuar që ka duhet shumë kujdes dhe me ata që nxirren aty, sepse ne këtu jemi dhe i njohim gjithë, për më tepër informacioni sot qarkullon. Mendon që është e duhur në këtë moment që të fillojë mobilizimi? Duhet kujdes dhe në mesazh që përçojnë, nuk duhet lënë shteg këtij apo atij që janë pas këtij që të merren me protestues, ata të duan. Pra duhen ta fokusojmë vëmendjen nga problemet reale që ka Shqipëria, nga mungesa e gjërave minimale të ilaçeve që nuk i ka spital, që tani po e merr vesh që nënat e shokëve të vuajkan. Tani e kuptoj ky, pas 13 vitesh pushtet, e kuptoka që pas ka probleme dhe pas ka radhë në spital. Dhe pas kanë fajin gjithmonë dikush tjetër. Doktorët që nuk shkojnë në orar dhe ikin para orarit. Ky që nga problemi i mjekësisë tonë, sipas liderit suprem. Ndërkohë që kush e menaxhon këtë mjekësi, kush e udhëheq këtë, kush ka 13 vite që drejton, se mjekët kanë një detyrë, po kanë një zinxhir të tërë funksionimi. Kush është aty që e bën këtë? Kush është? Pra kush e ka përgjegjësinë? Ngelet gjithmonë jetime. Pra, e vetmja gjë, skandalet këtu nuk mbarojnë, problemet këtu nuk mbarojnë, e vetmja gjë që ngelet jetime është përgjegjësia, dhe që shmanget dhe që i jepet, i faturohet gjithmonë dikujt tjetër.
Vetëm ky nuk pas ka përgjegjësi për gjitha këto halle që ka Shqipëria, gjitha këto probleme që tani dhe i pranon dhe vetë, ky nuk ka asnjë problem. Gjithmonë e ka, është shumë i zgjuar, domethënë dhe arrin ta lë gjithmonë topin dikujt tjetër, e pason bukur, është kështu. Arrin të bësh një parashikim. Se dhe në sport u ka shkëlqyer që ti thosh që ka qenë pasuesi i mirë, që ka luajtur, po bën. Pra edhe këto pasat janë të dobta. Pra nuk mundet të thuash që e kanë fajin mjekët. Se ka mjek aty që na nderojnë që kryejnë një mision, një sakrificë aty. Dhe punojnë në ca kushte që shikoni, dhe që qytetarët që rropaten e rinë me orë të tëra në këtë vap apo në të ftohtë për të marrë një shërbim. Edhe pas kanë fajin ata. Ky s'ka përgjegjësi. Ky që na ka shndruar mjekësinë. Patjetër ka pas në një investim, nuk e mohohet që është bërë në një po 13 vite të mburresh vetëm me këto gjërat e jashtme, ndërkohë po menaxhimi, po mirëmbajtja, si është sot. I bëhet investime, hidhen lekët, a mirëmbajtësi duan ato. Patjetër nuk është përgjegjësi vetëm e qeverisë, është dhe qytetarëve, dhe mirëmbajtja, dhe kultura, por përgjegjësia mbi të gjitha mbie me atë që qeverisë vendin. Dhe përgjegjësi duhet i marrë ai pari dhe të bëjë një hap pas. Jo qytetarët, nuk duhet të bëjnë qytetarët një hap pas. Dhe për më tepër kjo teza që nxjerr dhe që vazhdon, që është shumë e lodhur. Dhe ne kemi parë dhe më parë, se kemi parë edhe në theshtat në njëjtën sjellje nga ky tjetri, që ç'është Shqipërinë në tragjedi, në zgrip, në gremin. Me forcë duke thënë unë fitova zgjedhjet. Ndërkohë që e dim se çfarë u bën në zgjedhjet e 96-s. E di gjithë shqiptarët dhe mori vesh dhe gjithë botë. Të njëjtën gjë ky, zgjedhjet këtu patjetër që nuk kishin më të mirat e mundshme, unë njëjtën nuk mund t'i krahasoj me zgjedhjet e tjera, por nuk kishin në standarde më të larta. Dhe keni raportet çka ka ndodhur, si është keq përdorur administrata publike, çfarë sistem patronazhimi ka ngritur ky për të menaxhuar, kontrolluar votën e shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit. Dhe ti të thuash, unë kam 800.000 vota, ndërkohë që sot ka një realitet krejt tjetër, është një vit pasi i mori ato. Nuk është më në momentin që i mori, është pas momentit që i ka marrë. Dhe ka mekanizma të ndërmjetër në demokracia. Nuk janë vetëm fillimi dhe themeli është tek zgjedhjet, por jo fundi i sistemit demokratik. Ka mekanizma të ndërmjetër. Është protesta, një mekanizëm që duhet dëgjuar dhe që duhet kuptuar. Është ky reagim qytetar, janë mekanizmat parlamentarë që këtu nuk funksionojnë, parlamenti ka marrë fund, është një parlament i marrë fund. Dhe jo thjesht dhe vetëm se këta kanë zgjedhur ata individë që kanë zgjedhur, që ata e shikojnë këtë si idhull, se normalisht i marrësh nga klasa punëtore, por nuk janë as përfaqësuesit më të mirë të asaj klasës, edhe në atë kohë kur i zgjidhin nga klasa punëtore i zgjidhin më të mirë, ky ka zgjedh, çfarë them unë domethënë, që na ka poshtruar me ato zgjedhjet që bën, me ata njerëz që ka futur në parlament. Na ka poshtruar, na përfaqësojnë ne individët që ky ka zgjedh. Me në të në krye është turp. Sot për Shqipërinë është një turp i madh që të vazhdojnë dhe na hedhin hys syve. Të na thonë sikur s'ka ndodhur gjë këtu, edhe çdo gjë shkon si duhet dhe do ta menaxhoj ky. Jo, jo, duhet iki ky dhe pastaj fillon ndryshimi në Shqipëri, Shqipëriare. Po sikur ky dhe ai tjetri, të dy bashk e kanë mbushur kupën e kanë derdhur, do të ikin të dy dhe kjo është kërkesa e parë dhe thelbësore dhe kjo duhet realizohet e para, pastaj vijnë të tjerat. Këtu fillon dialogu. Po, këtu fillon dialogu. Me largimin e këtij fillon dialogu. E fundit, duke pasur një vajzë të vogël në moshë, e merr ndonjëherë protestë? Për sa herë që kam shkuar vetë nga marrë. Nëse të pyet pse po bëhet kjo protesta, si e shpjegon me fjalët e... E ka kuptuar, ditën e parë, e keni përmendur këtu ditën e parë bashkë që pyeti si janë për fëmijët të protestës, s'kishte qenë ndonjëherë për izin e vërtetës dhe nuk i ka qef këto grumbullimet masive. Ishte pak e tremur fillim. Dhe i them unë hajde me babin sepse këtu është luftoj për të ardhmen tënde. Dhe kur pa dhe fëmijët e tjerë aty që ngjyrosin dhe që janë për ditë atje, që vajza e fëmijë, kur po dëgjoja një nënë që u thoshte vajzave duke marshuar, ishin 3 vajza të vogla, moshe vajzës time, para 2 ditësh. Dhe ulën, një moment, ulën të pushonin në shesh, po flas ku ndaluan protestuesit, ulën shesh dhe ishte diku afër sheshit Skënderbej. Dhe ulën, edhe filloi ajo dhe po u thoshte, "Çoni nga kapi", thoshte jema vajzave. Se ishin 3 nëna dhe 3 vajza. Dhe filloi duke thënë me humor, "Çoni nga kapi", çon. Dhe u ngritën ato duke gjithë. Kjo është klima e krijuar në këtë protestë. Këto janë shqiptarët e bukur, kjo është Shqipëria e së ardhmës, kjo është Shqipëria integruar tashmë në BE, jo de jure, po de facto. Pra sot Shqipëria është integruar sepse është bërë pjesë thelbësore e politikës dhe debatit europian dhe botror. Dhe patjetër qytetarët janë një ranë dhe ana tjetër ne e përmendëm që na turpron është që Shqipëria të përflitet sot për trafiqet ndërkombëtare të drogës dhe në Kongresin Amerikan të kërkohet hetim
dhe informacion i thelluar. Kjo është ana e turpit që si takon qytetarëve, po i takon këtyre që kanë qeverisur Shqipërinë. Shqipëria e bukur dhe Shqipëria e së ardhmës është kjo Shqipëria këtu. Shqipëria e qytetarëve dhe më e bukura që ta mbyll fjalin, më e bukura dhe shpresa më e madhe për demokracinë në Shqipëri janë këta qytetarët aktiv. Nuk janë këto parti të lodhura apo krijimi i partive dhe shumëfishimi i partive që nuk sjellin asnjë gjë në fund të ditës, por ne na duhet një kulturë tjetër demokratike. Kjo i ka munguar Shqipërisë dhe këtë kulturë po na e kthen, këtë shpresë po na e jep kjo protestë dhe kjo frym duhet të vazhdojë, kjo kulturë duhet të mbetet gjallë, se kjo e mban demokracinë dhe kjo është shpresa vetëm për demokracinë që duhet luftuar çdo ditë për të dhe nuk mbaron këtu. Ky është vetëm fillimi i ndryshimit të sistemit dhe të përmirësimit të demokracisë në Shqipëri. Faleminderit shumë. Zoti Beqiri, faleminderit shumë që të kisha në këtë fundjavë dhe faleminderit për gjitha herët që tregon gatishmëri për qëndruar në programin News 24 fundjavë. Faleminderit shumë. Do të shkojmë shkurtimisht në publicitet, pas pak do të kemi një komunikim me një qytetar i cili organizon protestat në Londër, por këtë herë ata kanë vendosur të vinë në Shqipëri, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me të.